në këtë edicion do të ndiqni. Gjendja e disa urave pas vërshimeve as pak e mirë. U përfshin nga zjarri 3 ditë më parë, sot rifilloi prodhimin Komodita. Vllaznimi fiton benshëm ndaj Go Plus Pejës, triumfi i parë në 2026. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në një pjesë të rrugës Bujaroka në Gjakov, trotuari ka pësuar dëmtim dukshëm të madh, si rezultat i rreshjeve atmosferike. Nga pamjet e realizuara nga ekipi ynë, shihet qartë një dëmtim i trotuarit që natyrshëm vështirëson edhe qarkullimin e rregullt të këmbësorëve dhe banorëve të zonës, të cilët frekuentimin e kanë të shpeshtë. Vërshimet e fundit nuk kursyen as infrastrukturën e qytetit. Një pjesë e trotuarëve në rrugën Bujaroka pësuan dëme të mëdha, duke u shndruar në një zonë vështirë të qarkullueshme për këmbësorët dhe banorët që e frekuentojnë çdo ditë. Trotuari shkatruar pothuajse tërësisht, ndërsa në disa pjesë janë krijuar gropa të mëdha dhe rrëshqitje të dheut, duke e bërë kalimin në këtë zonë shumë të vështirë dhe të rrezikshëm. Disa banorë që takuan prapa kamerës kërkojnë ndërhyrjen urgjente të institucioneve për të sanuar situatën, duke riparuar dëmet dhe sigurimin e kushteve për lëvizje të sigurt, në mënyrë që kjo rrugë të mos mbetet një pikë e rrezikshme për komunitetin. Deri më 23 janar të gjitha familjet të dëmtuara nga vërshimet të ndodhura në komunën e Gjakovës mund të dorëzojnë dëshmitë e tyre për dëmët e shkaktuara. Dorëzimin e dokumenteve qytetarët duhet ta bëjnë në zyrën e arkivit të komunës. Të gjitha familjet të dëmtuara nga vërshimet të ndodhura në komunën e Gjakovës gjatë javës së shkuar, raportimin e dëmeve mund ta bëjnë në zyrën e arkivit të komunës deri me 23 janar. Në procesin e pranimit të kërkesave për vlerësim, qytetarët janë të obliguar që të paraqesin një kërkesë me shkrim ku specifikohet lloji i dëmit, pastaj kopjen e letër njoftimit bashkë me fotografi që dëshmojnë dëmet e shkaktuara nga vërshimet. Pala e dëmtuar gjithashtu në dëshminë e tij duhet të prezantojë edhe një numër kontaktues. Në një postim publik që Komuna e Gjakovës bëri në faqen zyrtare, është kërkuar nga familjet të dëmtuara që të respektojnë afatin e aplikimit me qëllim që komisioni të ketë mundësi të bëjë vlerësimin e të gjitha rasteve me kohë. Në familjen Hamzaj në Paralaqën Derdeni, pasojat e vërshimeve të javës së kaluar janë ende prezente. Kryefamiljarja Arjeta Hamzaj thotë se ujrat i shkaktuan dëme të konsiderueshme të cilat vështirë se mund t'i sanoj e vetme, prandaj ka kërkuar edhe ndihmën e institucioneve. Pas rreshjeve të shumta atmosferike dhe vërshimeve të fundit që përfshin qytetin e Gjakovës, shumë familje u përballen me dëme të mëdha materiale. Mes tyre është edhe familja Hamzaj nga Gjakova, shtëpia e së cilës u përmbyt brenda pak minutash. Arjeta Hamzaj në një prononcim për mediumin tonë u shpreh se dëmet janë të konsiderueshme. Sa e më konë të rregullutën gjithë klimin, kreti ka djeg, i ka prish, ka shkatru krejt komplet. Na ka djeg bojlerin, maqinën, klimen, sa kena ble për qita të, na ka djeg shporetin, krejt na ka djeg, komplet përshëderin, krejt komplet që ka pas në shpe. Ball shtirë, katastrof, në këtë dimër. Kjo krye familjare e gjendur në këtë situatë me shumë probleme, kërkoi që të ketë një strehim më të sigurt. E kërkojmë na ndihmu, sa do pak bile me na ndihmu diçka. Familja Hamzaj shpresojnë që institucionet dhe donatorët të reagojnë sa më shpejt në mënyrë që kjo fatkeqësi të mos kthehet në një plagë të përhershme për ta, por në një dëshmi të forcës dhe bashkimit njerëzor. Mbetimi të pasojat e vërshimeve dhe sjellim një tjetër kronik e cila na njeh me gjendjen e urave të dëmtuara nga vërshimet e javës së shkuar. Disa urave në Gjakovë vërshimet ia dëmtuan anësorët të cilat edhe pas kaq ditësh vazhdojnë të mbesin në gjendje të njëjtë.
Vërshimet e fundit i lanë pasoja të mëdha të qytetit, duke filluar nga urat të cilat tashmë vlerësohen në një gjendje jo të sigurt për qarkullimin e përditshëm të kombësorëve dhe automjeteve. Duke marrë parasysh gjendjen e fundit të rrugëve, më të prekurat ishin rrugët Buja Roka, Bekim Fehmiu dhe Hysen Mehmeti. Deri më tani, për rrethoja të dëmtuara të urave, nuk është ndërmarrë ndonjë veprim nga institucionet përgjegjëse. Qytetarët brapa kamerave pohuan se një gjendje e tillë e urave konsiderohet rrezik i madh për komunitetin, sepse aksidentet mund të jenë edhe fatale për shkak të mungesës së masave mbrojtëse në këtë rast të rrethojave. Fabrika Komodita vetëm 3 ditë pas djegjes i është rikthyer punës. Me 60% të kapaciteteve ka filluar puna në përpunimin e dyshekëve dhe produkteve tjera shoqëruese, që kjo kompani i prodhon prej vitesh. Në fabrikën e dyshekëve Komodita Home në Gjakov nga sot ka rifilluar prodhimi pas zjarrit që kishte përfshirë një pjesë të madhe të hapësirës prodhuese vetëm 3 ditë më parë. Drejtoresha operative e Komodita Home në Gjakov, Granita Bunari Ferati, ka bërë të ditur se rreth 40% e fabrikës është djegur, ndërsa prodhimi ka nisur në pjesën tjetër që nuk është shprekur nga flokët. Nga Komodita Home u shpreh se prodhimi pritet të rritet dhe të rikthehet në kapacitetet e mëparshme në një afat të shkurtër kohor. Sot pas domit të cilin vi që kemi kalu, ku janë dëmtuar rreth 40% të hapësirave totale prodhuese, prej mëngjesit të parë pas asaj nate, ekipet tona janë mobilizuar në maksimum, ekipet e arkitektëve, të inxhinierëve, por edhe të teknologëve në mënyrë që të bëjnë riorganizimin e hapësirave këtu që i kemi në dispozicion, makinerive, organizimin e safit në mënyrë që të riaktivizojmë prodhimin, e cila është arterja jonë kryesore e fabrikës, normalisht me kapacitete shumë më të vogla, po me një plan konkret për rritje sa më të shpejtë të kapaciteteve. Bunari Ferati shtoi se nga zjarri janë djegur edhe dyshekt që kanë qenë të gatshëm për treg, por theksoi se kjo situatë do të kuptohet nga konsumatorët. Sigurisht që presim mirëkuptim prej bashkëpunëtorëve tonë edhe do të rikontaktojmë gjatë kësaj jave dhe të shohim se çfarë marrëveshje do të marrim, po jam i bindur që të gjithë kanë me pas mirëkuptim këtë situatë, pasi që e kemi pa mobilizimin edhe gatishmërinë e njerëzve dhe bashkëpunëtorëve qysh prej asaj nate kur ka rënë zjarri. Një pjesë e fabrikës Komodita Home në Gjakov, e cila është ndër më të mëdhat në Evropë për prodhimin e dyshekëve, u përfshi nga flokët me 8 janar 2026. Lidhur me shkaqet e zjarrit, rasti është duke u hetuar nga forenzika dhe ende nuk ka një njoftim zyrtar për shkaktarin. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit në Gjakov gjatë gjithë sezonës dimrore do të kenë ngrohje sipas orareve të përcaktuara paraprakisht. Blerim Halilaj, drejtor duke folur edhe për zbritjen e tarifave të ngrohjes prej 5%, i siguroi konsumatorët se përkundër të ftohtit, ngrohtoria po funksionon shumë mirë. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit në Gjakov po vazhdojnë të marrin shërbime stabile të ngrohjes nga kjo ndërmarrje gjatë gjithë sezonës dimrore. Drejtori i ndërmarrjes Blerim Halilaj thotë se pavarësisht se mbrëm janë shënuar temperatura të ulta, shërbimet kanë qenë në nivel dhe gjithçka po shkon mirë në ditët e para të janarit. Ditëve të para të janarit të këtij viti, pra me kemi pas temperaturat më të ulta të regjistruara, po pa marrë parasysh edhe pse temperaturat kanë rënë dukshëm në natën sapo e kaluam, presim prapërsisht temperaturat të njëjta edhe në ditën e sodit, prapse tani nuk presim pas rregullim të operimit, temperaturat në rrjet janë komode, pikat fundore që i kemi, që zakonisht ato dinë me qenë më problematike, ato pikave që i kemi temperaturat mirë, nuk kemi pas në ankesës e shqetësim të konsumatorëve lidhje me temperaturat në ambientet e tyre. Halilaj gjithashtu tha se konsumatorët që marrin shërbimen nga kjo ndërmarrje tashmë vetë se kanë filluar me tarifimin e faturës në zbritje prej 5%. Ne kemi informuar konsumatorët me datën 30 dhjetor të vitit të kaluar se kemi marrë vendimin e zërrjes për tarifimin e ri për sezonën 2025-26. Në këto tarifa është një ulje për rreth 5% në raport me sezonën e kaluar. Sigurisht do zbritje për konsumatorët është e pavarshme për shkak se paguajnë më pak për shërbimin e ofruar, për shërbimin e njëjtë të ofruar.
Drejtori Alilaj gjithashtu siguroi konsumatorët të ndërmarrjes se gjatë gjithë sezonës dimrore do të ketë ngrohje të rregullt sipas orareve të planifikuara. Nxënësit e arsimit parauniversitar në nivel vendi përjashtuar disa shkolla, sot janë kthyer mësimit të rregullt pas përfundimit të pushimeve dimrore. Nga DKA në Gjakov deklarojnë se në të gjitha shkollat mësimi ka filluar me kohë dhe objektet shkollore kanë qenë të ngrohta për t'i pritur nxënësit. Ka filluar sot pas pushimeve dimrore procesi edukativ arsimor në shkollat e Kosovës. Pushimi dimror filloi nga 26 dhjetori i vitit të kaluar dhe sipas kalendarit shkollor procesi mosimor duhej të rifillonte me datë 8 janar 2026, por për shkak të rreshjeve atmosferike që sollën vërshime në shumë prej komunave të Kosovës, fillimi i gjysmëvjetorit të dytë u shtyje për datën 12 janar. Vlen të ceket se ende disa komuna po përballen me kushte jo të mira atmosferike, çka ka bërë që fillimi i procesit edukativ arsimor të shtyhet edhe për disa ditë. Ndërkaq në një përgjigje përmes telefonit, shefi i arsimit në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Gjakov, Zymer Berisha, është shprehur se procesi mosimor ka filluar me rregull në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës. Ngrohja qendrore ka qenë e kyçur qyshdje për të mirëpritur nxënësit sot. Deri në pushimet pranverore me llogaritjet e fundit, nxënësit do të kenë 58 ditë mësimi. Pushimet pranverore do të jenë nga data 7 prill e deri më 10 prill. Kujtojmë se nga Ministria kanë bërë të ditur se 2 ditët e shtyera të mësimit të këtij gjysmëvjetori do të zëvendësohen në data tjera gjatë vitit shkollor 2025-2026. Basketbollistët e vllazënimit mbrëm kanë shënuar fitore bindëse ndaj Go Plus nga Peja me rezultat 94-85. Trajneri Durant Hana, derisa shprehu gëzimin e tij për rezultatin e skuadrës, tha se të gjithë bashkë do të angazhohemi që të kemi edhe fitore tjera. Vllazënimi mbrëm ka shënuar një fitore bindëse ndaj Go Plus Pejës me rezultat 94-85. Për gjakovarët kjo është fitoria e parë në vitin 2026, pas humbjes së pësuar në kupë ndaj Prishtinës. Trajneri i kuqezinëve Durant Hana u shpreh i lumtur me paraqitjen dhe rezultatin e skuadrës. Në qëtë situatë që shemi konë, domethënë jemi konë të fundit realisht në tabel, mendoj që u konë shumë rëndësishme edhe besoj që kam u konë lojë mbetën, besoj që tash në vitin 2026 në këtë pjesën e mbetën sezonës, me që kena me vazhdu të shku u bo ma mirë. Sipas Hanës, kjo fitore ka rëndësi të veçantë pasi është e para për të si trajneri i vllazënimit. Eksperiencë shumë e mirë, ju mundu mi shqiue në maksimum, do thonë jem falenderus prej kryesisë klubit për mundësinë, për besimin, jam falenderus për bashkëpunëtorëve, drejton Racin, tim trajnerit dhe drejtori sportiv Bim Kumnova, edhe normalisht prej lojtarëve për angazhimin. Do thonë na kena bisedu me lojtarët individualisht, se cili kena thonë që na vynë me ndryshu qasja, edhe unë ju kum të regu që edhe klubi edhe unë si trajner besojmë të ju se dim që kanë kualitet. A i shtoi se skuadra këto sezon synon të zhvillojë ndeshje shumë të mira dhe të realizoj objektivat e klubit. Ndeshje në radhës e kena ndaj bashkimit, mendoj që kena me pas performancë mirë, bashkimi ka ekip kualitet, janë stabil, po besoj që në mendimin e tifozave edhe mi shfrytëzues terrenin vendas, besoj që kemi mundu me nxjerrë rezultat sa më pozitiv. Aktualisht vllazënimi ronditet në vendin e parafundit në Procredit Superligën e basketbollit me 19 pikë, pohet Sarahoveci dhe Golden Eagle Ylli. Edwards, da, Hajdarin e fitore të rëndësishme e vllazënimit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Gjendja disa urave pas vërshimeve as pak e mirë.
U përfshi nga zjarri 3 ditë më parë, sot rifilloi prodhimin Komodita. Vllaznimi fiton benchun ndaj Go Plus Pejës, triumfi i parë në 2026. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.